Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria përballet çdo 3 minuta me sulme kibernetike. Konfirmimi vjen nga kryeministri i Shqipërisë në konferencën kibernetike të NATO-s që mbahet në Tiranë. Në këto kushte Edi Rama theksoi nevojën e bashkëpunimit kundër luftës kibernetike. Sot përballemi mesatarisht cyber attack in every 3 minutes. Me një sulm kibernetik në çdo 3 minuta. We succeed to completely push back. Ja dalim t'i mbrapsim tërësisht. When it comes to kur bëhet fjalë për sulmet që lën gjurmë, we had 48. Kemi pasur 48 të tilla, por nuk kanë bërë asnjë dëm të konsiderueshëm. Sipas tij, Shqipëria renditet tashmë në mesin e vendeve më të mira sa i përket mbrojtjes për sulmet kibernetike dhe fal ndërthurjes së inteligjencës artificiale me mbrojtjen e sistemeve. E përsëris me krenari jemi mes më të mirëve. Because we have been, I guess, among the very first to combine. Kjo sepse mahamendja kemi qenë mes të parëve fare që kombinuan mbrojtjen kibernetike me inteligjencën artificiale. Ishte Edi Rama. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte vlerëson se aleanca po bëhet gjithnjë më e fortë në botën digjitale. Në konferencën kibernetike të NATO-s që po mbahet në Tiranë përmes një video mesazhi ai kujtoi se shkelja e një hapësire kibernetike të një vendi të NATO-s mund të aktivizojë nenin 5 të aleancës, ku thuhet se një sulm ndaj një vendi të NATO-s është një sulm ndaj të gjitha vendeve anëtare. 10 vjet më parë, hapësira kibernetike u bë një fushë operative. Ne jemi stërvitur e kemi kryer operacione në hapësirën kibernetike si pjesë e dritjes së aftësive tona dhe kundërshtarët tanë din se në fakt shkelja në hapësirën kibernetike mund të bërë në lëvizje nenin numër 5. Mark Rutte kujtoi se po ngrihet një qendër integruar kibernetike në Belgjik që do të informojë të gjitha komandat e aleancës për rreziqet e mundshme. Në Belgjik ne po ngrem një qendër të integruar të kibernetikës në NATO dhe natyrisht kjo do të informojë të gjithë komandat e NATO-s për kërcënimet e rreziqet në hapësirën kibernetike, duke përfshirë edhe infrastrukturën kritike civile ushtarake. Tha përmes një video mesazhi Mark Rutte. Aktualitet. Një buqet me lule të bardha në shenjë nderimi dhe omazhe në sallën ku ekzekutua gjyqtari Astrid Kalaja janë vendosur nga kolegët e tij një ditë pas ngjarjes tragjike. Gjyqtari Astrid Kalaja ndroi jetë pasi mori 3 plumba teksa lexonte vendimin gjyqësor si gjyqtari i Republikës së Shqipërisë. Autori i krimit, Elvis Shkambi, qëlloi me armë dhe ndaj palës kundërshtare në gjyq Babe Bir, Rakip dhe Ervis Kurtaj, duke i lënë të plagosur. Ka nisur me 1 minutë heshtje mbledhjet e komisioneve parlamentare në nderim të gjyqtarit Astrid Kalaja. Ai ndroi jetë pas një sulmi në sallën e gjyqit teksa ishte në krye të detyrës në gjykatën e apelit në Tiranë. Në emër edhe të 2 komisioneve, unë shumë prej nesh e kanë njohur Astrid Kalan, një pjesë edhe kemi punuar me të, ndaj unë do t'ju ftoja të mbajmë 1 minutë heshtje në nderim të tij. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja e konsideroi vrasjen një akt barbar teksa kërkoi ndëshkim shembullor të autorëve. Ky është një akt i rënd kriminal, një akt barbar dhe që meriton ndëshkimin shembullor të autorëve të kësaj ngjarje. Sigurisht vrasja një gjyqtari në krye të detyrës në një ambient ku presupozohet se është vendi më i sigurt për të ushtruar detyrën është edhe një kamban alarmi që ka të bëjë me sigurinë e punonjësve të drejtësisë. Apeloi ish ministri i drejtësisë Ulsi Manja. Policia mohon pretendime se nuk kanë funksionuar elementet e detektorit metalit në gjykatën e apelit në Tiranë, ku u vra dhe gjyqtari Astrid Kalaja. Sipas njoftimit të policisë, edhe pse u sinjalizua me të kuqe prania e metaleve, roja e sigurisë Banush Koxhaj nuk ka ndërmarrë asnjë veprim gjatë momentit kur kaluan te detektori Elvis Shkambi dhe xhaxhai i tij Gjon Shkambi. Po ashtu, policia thot se 56 vjeçari Gjon Shkambi dyshohet se ka qenë në dieni të planit të nipit dhe se nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për ta ndaluar. Ndaj autorit Elvis Shkambi rëndojnë akuzë e vrasjes së funksionarëve publik kryer në bashkëpunim, vrasjen e rrethana të tjera cilësuese kundër 2 ose më shumë personave mbetur në tentativë, si darë mbajtje pa leje, ndërsa ndaj 56 vjeçarit Shkambi rëndon akuzë e vrasjes së funksionarëve publik e kryer në bashkëpunim si dhe vrasjen e rrethana të tjera cilësuese mbetur në tentativë pasi dyshohet se ka pasur dieni për planin e nipit dhe nuk ka ndërmarrë asnjë veprim. Biroi i Sigurisë rëndon akuza për shpërdorim detyre.
31 familje të strehuara në godinën e shkollës së rezervave në Shkodër në proces gjyqësor prej vitesh në familjen Shkambi kanë folur pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në apelin e përgjithshëm Tiranë. Në reagim për gazetarët në Shkodër, përfaqësues të këtyre familjeve thanë se familja Shkambi nuk ka asnjë dokument pronësor mbi këtë ndërtesë, ndërsa i akuzon se kanë bërë falsifikime dhe manipulime, ndërsa një tjetër u shpreh se Bashkia e Shkodrës ja kishte shitur objektin Gjon Shkambit pasi i kishte strehuar 31 familjet. Ai bën fajtor shtetin për situatën e krijuar teksa thekson se për 33 vitesh janë në proces gjyqësor. Ne ka më presion jo shpejeme, jo do me të shpinë jo. Kena në intencion tash 33 vjet fojet ne ka shteti, bashkia si ne ka lënë, ku ashtu ja ka shitellati, ku fojet ne ka në bashkia. Ne ka lënë ne ka sëndo, aty më apo ja ka shi. Bashkia, hipoteka e kanë bërë këtë rëmuj. Hipoteka e ka regjistruar, Lorenz Luka e shet, po si shet po hik familjarët, më thonë, jeni në vend huaj më shok, do të me lirunit pajisje. Po venim për këshillit bashkiake, po kur gjovesh me letra këtë, si me kanë hava. Një godin trekaqe në lagjen Skanderbeg në Shkodër ishte shkaku i një konflikti pronësie për më shumë se një dekade, që kulmoi me vrasjen gjyqtarit të apelit në Tiranë Astrid Kalaja. Në këtë ndërtesë, tek ish shkolla e rezervave të ndërtimit, tënjësi të pastret 31 familje, por prej vitesh pronësinë e saj e ka pretenduar Gjon Shkambi, xhaxhai vrasësit të gjyqtarit në sallën e gjyqit. Familjet janë strehuar aty nga viti 1992, ndërsa nga viti 2012, Gjon Shkambi, që pretendonte të jetë trashëgimtari i trullit ku ishte ndërtuar objekti shtetëror, ushtroi të drejtën e parablerjes nga Ministria e Financave dhe Bashkia e Shkodër dhe u bë pronar i ndërtesës. Duke kërkuar lirimin e banesave, filloi dhe rrugtimi i seancave gjyqësore, e cila kulmoi me vrasjen në sallën e gjyqit të gjyqtarit Astrid Kalaja. Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit të gjykatës së lartë gjatë një seance ka gjetur rion jo vetëm në Shqipëri, por dhe në mediat ndërkombëtare. Në deklaratën e gjykatës së apelit thuhet se ngjarja imponon reflektim të thellë mbi nevojën për të forcuar masat e sigurisë në ambiente gjyqësore dhe theksohet se është e rëndësishme ndalimi i gjuhës së urrëties ndaj gjyqtarëve dhe sistemit të drejtësisë. Në fund të reagimit, gjykata e apelit nënvizon se pavarësisht ronditjes nga kjo ngjarje e rëndë, drejtësia nuk do të trembet. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar tha se ngjarja është goditje e rëndë për sistemin e drejtësisë dhe kërcënim serioz për pavarësinë e gjyqësorit. Gjyqtarët janë shtyllat të sistemit të drejtësisë dhe garantues të shtetit të së drejtës, ndaj siguria e tyre personale është jo vetëm një detyrim institucional, por dhe një domosdoshmëri për funksionimin normal të sistemit demokratik dhe sundimit të ligjit, thuhet në reagimin e gjykatës speciale. Në deklaratë thuhet se ky akt kriminal është një kërcënim serioz ndaj pavarësisë së gjyqësorit, integritetit të funksionimit të magjistratit dhe besimit të qytetarëve në shtetin e së drejtës. Gjykata kushtetuese thekson se mbrojtja e jetës dhe sigurisë fizike të gjyqtarëve, qytetarëve dhe publikut në institucionet e drejtësisë është një përgjegjësi e drejtë për drejtë e shtetit që kërkon veprim të menjëhershëm, të vendosur dhe të qëndrueshëm. Gjykata riafirmon vendosmërinë për të mbrojtur dinjitetin e gjyqësorit si një shtyllë themelore e rendit kushtetues dhe shpreh solidaritetin e saj me familjen e gjyqtarit Kalaja dhe gjithë trupën gjyqësore në këtë moment të vështirë. Këshilli i lartë gjyqësor dënoi vrasjen e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës dhe tha se ky akt i rënd cënon themelet e shtetit të së drejtës, sigurinë e institucioneve të drejtësisë dhe besimin e publikut tek gjykata. Këshilli dënon me forcë aktin kriminal të vrasjes së kolegut, si dhe thekson se çdo akt që sulmon apo cënon integritetin e gjykatave dëmton gjithçka që ndërtojnë me punë dhe përkushtim. Këshilli kërkon respektimin e pavarësisë dhe sigurisë së magjistratëve, sigur themeli i shtetit të së drejtës përmes të cilit garantohet mbrojtja e të drejtave të gjyqtarëve dhe interesi publik. Akt të rënd kriminale, komentoi delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit. Kjo tragjedi nënvizon nevojën e ngutshme që Shqipëria të rrisë sigurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë në sallat e gjyqit, thuhet në reagimin e delegacionit të Unionit. Sipas tij, Bashkimi Evropian mbetet i palëkundër në mbështetjen e konsolidimit të reformës në drejtësi, si dhe të forcimit të sundimit të ligjit në vend. Ngushëllimeve është bashkuar dhe i gjithë klasa politike. Politik. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë pezullon dekretin e presidentit Bajram Begaj për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie në Tiranë. Vendimi është marrë pas ankesës depozituar nga ish kryebashkiaku Erion Veliaj. Seanca plenare publike për Veliajin do të mbahet më 31 tetor. Gjykata kushtetuese vendosi 1 zëri të kalojë çështjen me kërkues Erion Veliaj në seancën plenare publike në datën 31 tetor 2025 dhe të pezulloi dekretin e presidentit për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës. Thuhet në vendim. Reagimi erdhi pas depozitimit të kërkesës së Erion Veliajt për shfuqizim dhe pezullimin e menjëhershëm të dekretit të presidentit për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme vendore në kryeqytet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërpret çdo përgatitje për zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme vendore në Bashkinë e Tiranës. Shkak është bërë vendimi i gjykatës kushtetuese. Një ditë më parë ajo pezulloi dekretin e presidentit Bajram Begaj pas ankimimit të kryebashkiakut të shkarkuar Erion Veliaj. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lirian Cilibashi tha se nuk mund të kryen asnjë veprim, pasi është çështje e kompetencës së kushtetueses për të vendosur mbi ankimimin e Veliajt. Zhvillimi i procesit zgjedhor në datën 9 për Bashkinë e Tiranës është thuajse i pamundur. Cilibashi tha se do të vijojnë përgatitjet për zgjedhjet në 5 bashki të tjera më datën 9 nëntor. Ne sot kemi zgjedhje vetëm në 5 të nëntit. Ai është një proces tjetër ligjor që tashmë është në kompetencën e gjykatës kushtetuese dhe do duhet të presim. Çdo diskutim tjetër mendoj unë pasaj për këtë çështje nuk do kishte asnjë lloj dobie. Partia Socialiste në Shqipëri bëhet gati për zgjedhjet vendore. Pas mbledhjes së kryesisë shpallen kandidatët për bashkitë e Matit, Beratit, Tepelenës, Vlorës dhe Cerrikut. Drejtuesja politike për Gjirokastër Mirela Kumbaro deklaroi se Gramosako do të jetë kandidati për bashkinë e Tepelenës. Drejtuesi për Dibrën Blendi Klosi tha se Altin Bojni do të jetë kandidati i Partisë Socialiste për bashkinë e Matit. Për Beratin do të jetë Ervin Ceca dhe Brunilda Mersini kandidate për kryetare e bashkie në Vlorë. Ndërsa drejtuesi politik i qarkut Elbasanit Arbian Mazniku shpreh se kandidati për kryetar bashkie në Cirik do të jetë Florenc Doka. Florenci është një jurist i cili ka një eksperiencë gjatë administrative, ka punuar në Bashkinë e Cerrikut në disa funksione për një periudhë gjatë, një person që ka lidhje të ngushta me qytetin dhe eksperiencë administrative në nivel vendor, por dhe në institucione qendrore, duke siguruar në këtë mënyrë një vijimësi të punëve të mira që janë bërë në atë bashki. Kryeministri Edi Rama shprehur optimist për mbështetjen që gëzon kandidatura Ogerta Manastiliut për kryetare të Bashkisë së Tiranës. Gjatë emisionit të tij në podcast Flasim, Rama tha se nga të gjitha anketimet dhe në të gjitha rrugët e testimit të opinionit, Manastiliu është kryetari e bashkisë që shumica donte me diferencë nga çdo lloj emri tjetër që është testuar, ndërsa Ogerta Manastiliu falenderoi për besimin dhe e cilësoi kandidimin për Tiranën si një sfidë historike. Përgjegjësia që mua më është ngarkuar për të çuar përpara transformimin e Tiranës është një përgjegjësi që e mbaj mbi supe, jo vetëm. Skuadra ka rëndësi, suksesi është i skuadrës, nuk mund të jetë njeriut. Historia ime nuk është një histori e parashkruar, është një histori besimi. Patjetër nga ju që më keni njohur përmes punës, nga njerëzit me cilët kam punuar në shumë sektor dhe mbi gjitha nga qytetarët. Në Tiranë do të zhvillohen zgjedhjet e pjesme lokale më 9 nëntor, datë dekretuar nga presidenti Bajram Begaj edhe për bashkitë e Vlorës, Beratit, Matit, Tepelenës dhe Cerrikut. Florian Binaj është kandidati i opozitës për kryetari i Bashkisë së Tiranës. Kryetari i Partisë Demokratike në deklarat për mediat nga Selia Blu për krau kandidaturën e Binajt. Sali Berisha ftoi aleatët dhe opozitarët qytetarët të mbështesin si një kandidaturë që i bën der çdo qytetari dhe kryeqytetit në vend. Do paraqes aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, luftëtarin e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, zotin Florian Binaj. Deklarata e Berishës erdhi pas mbështetjes që i dha Adriatik Llapaj nga Shqipëria bëhet kësaj kandidature. Florian Binaj do të kandidojë përballë ministres aktuale të arsimit Ogerta Manastiliu. Kryetari i Partisë Demokratike konfirmon mbështetje për kandidat pavarur në 6 bashkitë e vendit. Në mbledhjen e grupit parlamentar, Sali Berisha tha se në të gjitha zonat ku zhvillohen janë përzgjedhur ose kanë kandiduar kandidaturat pavarura, çka do të thosë se kanë mirëpritur modelin e përzgjedhur nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj. Pa përmendur emra, Berisha u shpreh se demokratët duhet të bëjnë gjithçka për suksesin e këtyre intelektualëve, si mjek, arkitek, artist, biznesmen dhe historian. Ne shkojmë në zgjedhje lokale dhe kam kënaqësinë t'u informoj se në të gjitha zonat ku ato zhvillohen janë përzgjedh ose kanë kandiduar kandidatura të pavarura, çka do të thotë që e kanë mirëpritur shumë këtë model të përzgjedhur kësaj here nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj. Kandidatura me reputacion të shkëlqyer, qoftë në Vlorë, qoftë në që janë finalizim, në Berat, Cerrik, Mat, Tepelen. Sipas tij, kandidaturat janë prurë të ndryshme dhe se do të bëjnë çdo gjë për mbështetjen e tyre maksimale dhe suksesin e tyre në fushat.
Pas shpalljes së kandidatëve të Partisë Socialiste për zgjedhjet vendore, Partia Demokratike shpalos alternativën qeverise. Për Bashkinë e Serikut kandidon Amarildo Hoxha me profesion doktor. Lajmin e ka bërë të ditur dega e Partisë Demokratike në Serik. Amarildo Hoxha është njeriu i duhur ton demokratët i cili do të rikthejë besimin dhe shpresën tek qytetarët e Serikut, thuhet në reagimin e degës Partisë Demokratike në Serik. Partia Demokratike në Shqipëri akuzon socialistët për bllokim të nismave opozitare. Në konferencën e kryetarëve shumica rrëzoi kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për zhvillim të mocionit me debat për ngritjen e një komisioni të posaçëm të Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me fondet nga programi i PART. Pas debateve, kërkesa e opozitës për mocion me debat u rrëzua nga mazhoranca. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi u shpreh se çdo javë do të ketë kërkesa për debat nga opozita. Ajo kërkoi ngritjen e një komisioni të posaçëm parlamentar për dyshimet mbi keqpërdorimet të 33 milionë eurove, fonde të IPART. Ekonomi. Shtyhet me 2 vite zbatimi i taksës së re për pasuritë e paluajtshme që ishte planifikuar të hynte në fuqi në vitin 2026. Nga Ministria e Financave e Shqipërisë mësohet se po hartohet një projekt ligj tërësisht i ri, i cili do të miratohet në vitin 2026, ndërsa do të nisë të zbatohet bashkë me kadastrën fiskale nga viti 2028. Shtyrja vjen pas konsultimeve dhe përgatitjeve të nevojshme për të ndërtuar një sistem të ri taksimi, i cili do të bazohet në vlerën e tregut të pasurive të paluajtshme. Projekt ligji më parshëm i publikuar për konsultim publik në vitin 2023 parashikonte që taksimi i ri të fillonte për ndërtesat në vitin 2026 dhe për parcelat truallin e tokës bujqësore në vitin 2028. Mësohet se drafti i ri që po hartohet nuk parashikohet të ndryshojë koeficientet e taksës së ndërtesës për truallin dhe tokën bujqësore të propozuar në vitin 2023 që parafronin shkallën e taksës me vendet e rajonit. Rritet në 2.4% norma e inflacionit në Shqipëri për muajin shtator 2025 duke psuar një rritje me 0.5% në krahasim me një vit më parë. Në shtator, ndryshimi vjetori i çmimeve të ushqimeve ishte 1.8%. Rrita vjetore e çmimeve u ndikua kryesisht nga grupi qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji e ndjekur nga grupi ushqime dhe pije jo alkolike. Për herë të parë, qirat kishin ndikimin më të madh në përbërjen e inflacionit. Shqipëria rikonfirmohet nga Agjencia Ndërkombëtare të Kredisë në nivelin BA3. Të dhënat janë bërë publike nga Ministria e Financave pas vlerësimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Kreditit Moody's Rating. Në raport, agjencia vlerëson se perspektiva afatmesme rritjes ekonomike në Shqipëri mbetet pozitive me një parashikim të rritjes reale të prodhimit të brendshëm bruto prej 3.7% në vitin 2025 dhe 3.5% në vitin 2026. Kjo rritje do të nxitet nga konsumi i brendshëm si dhe investimet e vazhdueshme në infrastrukturën e turizmit dhe energjisë. Sektori i turizmit pritet të mbetet një ndër kontribuesit kryesor në rritjen ekonomike përmes rritjes së eksporteve të shërbimeve dhe investimeve në ndërtim, thekson në raportin e saj Moody's. Raporti i borxhit ndaj prodhimit të brendshëm bruto ra në 54.2% në vitin 2024 nga 74.1% në vitin 2021. Ndërtimi dhe turizmi po mbështesin rritjen ekonomike të Shqipërisë. Në rënien ndikimi i bujqësisë, të dhënat janë bërë publike nga Banka Botërore. Në raportin e fundit ndër të tjera parashikohet që për këtë vit ekonomia do të rritet me 3.7%, ndërsa për vitin 2026 parashikohet një rënje me 0.2%. Shkak janë pasiguritë në tregtinë globale dhe ndryshimet në perspektivën ndërkombëtare. Ngadalësimi parashikohet të prekë dhe vendet e rajonit. Rritja ekonomike me 6 vendet e Ballkanit Perëndimor në vitin 2026 parashikohet në 3.1% në kushtet edhe të mungesës së fuqisë punëtore dhe rënies popullsisë. Kryeministri Edi Rama premton rikthimin e hapësirave publike për qytetarët. Në konferencën ndërkombëtare Walk 21 mbajtur në Tiranë, ku folin mbi masat që po merr qeveria për shtimin e hapësirave publike dhe të përmasës së gjelbër në zonat urbane, kryeministri nënvizoi nevojën për vijimin e aksionit. Më problemin e ndërtimeve të palishme, të cilat kanë të bëjnë me apo lidhen me betonin apo me katet apo hapësirat publike në qytet, por na duhet që të luftojmë ditë për ditë edhe ndërkohë që flasim për të hequr të ashtu quajturat strukturat të përkohshme, të cilat në fakt kanë zënë trotuaret, hapësirat publike për vendosur tavolina pafund, karrige për të ofruar ekspres pas ekspresi. E di që kemi ekspresin më të mirë jashtë Romës. Në edicionin e saj të 25, konferenca ndërkombëtare Walk 21 mblodhen në Tiranë ekspert nga e gjithë bota për të ndarë përvoja dhe ide mbi mënyra për të zhvilluar dhe zbatuar politika që bëjnë ecjen zgjedhjen e përditshme të jetës urbane.
Shqipëria filloi zbatimin e marrëveshjes SEPA. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seko i cilësoi nisjen e transaksionit të parë në euro përmes zonës unike të pagesave në euro, moment historik për tregun financiar shqiptar. Tani fillon dhe faza e dytë. Shfrytëzimi maksimal i këtij standardi nga bankat dhe bizneset, edukimi i përdoruesve dhe thellimi i digitalizimit të pagesave. Pra pagesa me celular 24 orë në 7 ditë të javës dhe me karta, këto sigurisht që kërkojnë investime. Pra gjithçka nuk ka të bëjë vetëm me përputhshmërinë ligjore dhe rregullatore për cilën ne po punojmë, që është detyra parësore e Bankës së Shqipërisë, po ka të bëjë dhe me implementimin dhe me përshtatjen e sistemeve, që kërkon dhe investime nga institucionet financiare dhe nga vetë Banka e Shqipërisë. Pra, jemi duke punuar në këtë drejtim për këtë sistem dhe në aspektin e sistemeve të pagesave ne i kemi kryer detyrat tona. Në konferencën e përbashkët për shtyp, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato vlerësoi se ky nuk është thjesht një zhvillim teknik në sistemin e pagesave, por një gur themeli në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit në infrastrukturën financiare europiane. Qytetarët shqiptarë dhe familjet e tyre do të kursejnë në dërgesat në para, bizneset që funksionojnë në Shqipëri, qofshin ato vetes apo të huaja, do të kursejnë kohë dhe para, pasi transaksionet e tyre me partnerët evropian do të jenë më të lira dhe më të shpejta, por edhe turistët do të ndjehen si në shtëpinë e tyre kur të kryejnë pagesa pa para në dorë, afruese të ishin në BE. Gjithashtu, formalizimi i ekonomisë shqiptare do të përforcohet më tej përmes më shumë pagesave digjitale dhe përfshirjes financiare. Tregtia nga Shqipëria, por edhe për në Shqipëri do të përmirësohet. SEPA, ose zona e vetme e pagesave në euro, bën të mundur që komisionet për transfertat elektronike nuk do të jenë më të larta se 25 euro, duke ulur me gati 10 herë. Përfitime të dukshme do të kenë dhe emigrantët, pasi për parat që do të dërgojnë në Shqipëri nuk do të paguajnë më shumë se 3 euro. Hapi i parë që duhet të plotësojnë bizneset dhe qytetarët që të përfitojnë nga komisionet e ulta dhe shpejtësia e transfertës është hapi një llogarie bankare edhe në euro. Banka e Shqipërisë këshillon se një masë e tillë do të shmangte luhatit e kursit të këmbimit për dërgesat jashtë vendit. Këto ndryshime pritet të kursejnë qytetarëve dhe bizneseve shqiptare rreth 40 milionë euro në vit. Sociale. Filloi në Shqipëri viti i ri akademik 2025-2026, rreth 20.000 maturantë zgjodhen në Universitetin e Tiranës për të ndjekur studimet. Këtë vit prioritet janë degët që lidhen me fushën e shëndetit, IT-s, inxhinierit në përgjithësi të ndjekura nga programet ekonomi financë. Janë plotësuar me rreth 100% kuotat në degët e mjekësisë, stomatologjisë, farmacisë, të arkitekturës dhe degët e IT-s në Universitetin Politeknik të Tiranës. Kuotat gjithashtu janë plotësuar dhe tek akademitë e Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Rendit. Regjistrimet në publik janë 75%, ndërsa tek private 25%. Procesi i regjistrimit do të vijojë deri më 8 tetor, ku dhe përfundon raundi i dytë. Pas kësaj date do të ketë një javë tjetër regjistrimesh që konsiderohet raundi i lirë, ku maturantët që kanë mbetur pa një deg mund të regjistrohen tek fakulteti që kanë kuota të lira. 5.000 studentë në Tiranë do të mund të strohen në qytetin studenti. Në nisje të vitit të ri akademik, kryeministri Edi Rama publikoi foto nga godinat e reja. Këto godina kanë rritur kapacitetin e studentëve të akomoduar me rreth 700 vende më shumë se sa në vitin e kaluar. Mirëmëngjes dhe nga qyteti studenti, ku me nisjen e vitit të ri akademik do të akomodohen afro 5.000 studentë të Universitetet e Tiranës, rreth 700 më shumë se vitin e kaluar, shkruan Edi Rama në rrjetet sociale. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.